Siç e keni parë, sapo ka dalë njoftimi tek faqja zyrtare e Big Brother VIP Albania, që anullohet televotimi, sepse vllai i madh do të marrë një vendim, cilin do ta komunikojë sonte gjatë Prime-it. Ajo që mendoj unë dhe shpresoj që të jetë patjetër për diskriminimin që bën Casey. Të jetë për bullizimin dhe për gënjeshtrimin që bën Ina kundrejt Stenaldos, që i thot ti shikon femrat kur hyn, dhe i quan manjak, dhe për Rogertin që i thot malit i s'ke gjak shqiptari dhe cënon situatën e tij familjare cilën e kemi marrë vesh. Patjetër që duhet ketë rreqë vëmendje për çdo banor tjetër që ka përdorur fjalë ofenduese, por po them këta të tre, të cilët janë bërë një trio, një trekëndësh i humorit të zi. Pas humori zi nuk mund ta quash, po humorit më të shpifur, sjelljeve më të shpifura që mund të kemi parë deri më sot. Jam 32 vjeç, që të kisha të dëgjuar ti thuash dikujt një të verbëri manjak sepse ti shikon femrat, është kulmi i situatës. Ti thuash një djali femër, si e burr ti e femër, është një diskriminim, dhe ti thuash një tjetri s'ke gjak shqiptari është një akuzë, apo të tallesh dhe të bullizosh atë, duke thënë që ti nuk do familjen tënde, se ti si gjak shqiptari, se ti nuk je shqiptarët malazez dhe ku diun çka ngatroi ai, se vetëm ai e di çka ka ngatruar, i duan prindrit ti nuk i do. Këta të tre është një trekëndës shumë i rëndë që të transmeton ankth kur i shikon në atë televizion aty, në atë format. Se do s'do për shkakun ndonjëherë Big Brother duhet na dëgjojë edhe ne si publik, për faktin se edhe ne jemi ata që japim vlerën atij programi. Ne jemi ata që votojmë, ne jemi ata që blejmë paketa televizive të atyre, ne jemi ata që i bëjmë follow atyre për të ndjekur sa më shumë, i japim atë views në atë shikim në TikTok, atë shikim në Instagram, në rrjetet sociale kudo që ata janë. Jemi ne atë që japim atë riçin e Instagramit, jemi ne që investojmë nga koha jonë për të parë atë lloj formati. Drejt që hangët, po njëherë duhet na jepni të drejtë. Duke bërë shumë komente, duke shkruar shumë komente, duke dërguar shumë mesazhe nëpër producentët ekzekutiv të atij formati, nëpër faqet zyrtare të këtij formati, duke dërguar shumë mesazhe që jeni duke nxjerrë jashtë orbitës sjelljen shoqërore ato shqiptare. Drejt që janë, po merrni ndonjëherë masa, merrni se latnam. Bëni për neve, për respekt publikut.